penallat, si që dim këtë, është fat, po ja ki marrë dorën qëtash edhe besoj me merit plot e fitumë. Po, e kem dje, i falenderoj publikun, familjarët, se ma shumë kem pas familjar, i falenderoj se ata janë lojtari 12, i cilën na përkrahun, na motivon, pa ta s'ma merr mendje që mundet me bëj dikush diçka. Po, futbolli femnor është pak ma mrapa se futbolli i meshkujve, po besoj ka dale ka nis me jetë përpara. Normalisht futbolli i femrave ka më shumë barriera se futbolli i meshkujve. Femrat edhe për nga natyra janë pak ma të ndihshme, duhet me ditë si me u qas me tonë situatat ndryshme me mendjeve të caktuar, po gjatë këtij sezonit ja kemi dalë mirë edhe në fund na u shpërby me këtë kupë. Çdo herë ka mundësi për me ndihmu edhe me kontribu hala më shumë, po nëse e krahasoj me vitet e të kaluara, unë shoh një progres shumë të madh në zhvillimin e futbollit të femnave, po i inkurajoj që akoma hala më shumë, federata hala më shumë me ndihmu futbollin e vajzave në mënyrat që ajo i din më shpirti. Mendoj që federata e bën maksimumin për me na dhënë mbështetje, po ndryshe unë që tifozët nuk e vlerësojnë sa duhet futbollin e femnave.